Ernest Muçi është bingo e Trabzonsporit që e huazoi këtë sezon nga Beşiktashi, mesfushori me tipare sulmuese është përtheu në fundin e nëntorit ndërsa ka ruajtur formën duke regjistruar 13 gola dhe 6 asist deri tani. Çdo dalje e Muçit përbën lajm edhe kur lidhet me familjen e tij. Së fundi kanë shkrepur një foto nga spitali me vajzën e tij që e dërgoi për t'u vaksinuar. Stafi mjekësor po ashtu përfitoi për një foto me Muçin. Sfida e radhës për Trabzonsporin është nesër prej orës 18 ndaj Fatih Karagümrük. Kartoni Ernest Muçi do të zotërohet nga Trabzonspori shumë shpejt. Klubi turk pretendon se shuma 1 milion euro e huazimit do t'i zbritet 8.5 milion eurove për të paguar më pas kartonin e plot. Prej kohësh për Muçin është treguar interes nga Premier Liga, më konkretisht edhe sot është konfirmuar se janë dy klube emrat e të cilëve nuk bëhen të ditur. Trabzonspori po shqyrton një plan që do të vlente miliona euro, fillimisht për të blerë kartonin e mesfushorit me tipare sulmuese, pastaj për ta shitur. Muçi është një ndër lojtarët e kombëtarës që po kalon formën më të mirë. Deri tani janë 13 gola të shënuar dhe 6 të tjerë të asistuar në 24 ndeshje. Ernest Muçi rezulton të jetë huazimi i duhur te Trabzonspori që ka vendosur të blejë kartonin e mesfushorit me tipare sulmuese. Para se të shkonte në Trabzon, Muçi u përpall me një periudhë të vështirë të Beşiktashi, aty ku edhe trajneri aktual Sergen Yalçin nuk i kurseu kritikat për Muçin. Tekniku i Beşiktashit e shikonte investimin te Legia Varshavës për Muçin si të gabuar, ndërsa shpërthimi i tij te Trabzonspori akoma nuk ishte ardhur. Megjithatë, Erhan Suzgun mendon se trajneri i Beşiktashit nuk i ka ndryshuar pikpamjet e tij. Nuk mendoj se ka shumë mundësi që trajneri Sergen do të ndryshojë mendimin e tij për Ernest Muçin, u shpreh gazetari i njohur sportiv në Turqi. Legjenda e kombëtares dhe flamurtarit Sokol Kushta ka hedhur më shumë dritë për ndeshjen Poloni-Shqipëri në planin taktik, e cila do të zhvillohet në datën 26 mars në Varshavë. Kushta i ka idetë e qarta për titullarët në fazën ofensive, sikurse manovrën që duhet të ndjek trajneri Silvinho për këtë sfidë. Për mua në fazën ofensive Silvinho duhet të hedhë nga minuta e parë tredhëmshin Uzuni, Manaj, Muçi, ndërsa Arber Hoxha do duhet ta nisë nga stoli. Pra Rej Manaj do të mbajë detyrën e sulmuesit qendror, ndërsa Myrto Uzuni dhe Ernest Muçi do të mbulojnë krahët. Një tjetër temë shumë e rëndësishme përsa i takon ndeshjes Poloni-Shqipëri në kampin ton përkon me besimin e Silvinhos te grupi. Nëse trajneri ynë do të krijojë autobusin në mbrojtje, do gaboj. Ama nëse ne luajmë me dinjitet, do ja dalim mirë. Elvis Plori në detyrën e trajnerit të Beslidhjes në kategorinë e dytë, së fundmi ishte në një lidhje live me emisionin Megasport në CNN. Plori ka dhënë një rëndësi të veçantë formës së Ernest Muçit në intervistën e tij. Nuk do diskutohet, sulmuesi Ernest Muçi do aktivizohet e Shqipëria që në ndeshjen me Polonin. Mos keni dyshime fare, Silvinho është inteligjent, nuk do e mbaj presionin për vete, por do ja jap të tjerëve. Muçi do jetë lojtari kryesor të kombëtarja kundër Polonisë në Varshavë. Do ndërtohet formacioni rreth Muçit. Arsyetoi se ai do të luajë pas pykës. S'mendoj se Silvinho do mendoj vetëm në mbrojtje kundër polakëve. Ernest Muçi do të zyrtarizohet së shpejti si blerja më e re e Trabzonsporit. Klubi ka vendosur përfundimisht që të aktivizojë këtë opsion në kontratë. Mbetet për t'u parë ndërkohë nëse do të ketë zbritje nga Beşiktashi. Fakti është se Trabzonspori paguante 1 milion euro për huazimin e mesfushorit me tipare sulmuese. Fotomatch raporton në Turqi detaje të reja për pagesën. Kështu tregohet se shuma 1 milion euro e huazimit do t'i zbritet 8.5 milion eurove. Pjesa e mbetur prej 7.5 milion euro do të paguhet në përpjesëtim me 5 këste. Diçka e tillë mbetet akoma enigmë në marrëveshjen mes dy klubeve, pasi te Beşiktashi presin 8.5 milion euro të tjera përpos asaj që fituan nga huazimi. Nga momenti që Trabzonspori do paguajë këstin e parë, kartoni Muçi do i përkas pikërisht Trabzonsporit. Vetë lojtari kombëtares ka kërkuar qëndrimin në Trabzon, ndërsa nga fundi i muajit nëntor dhe deri tani numëron 10 gola. Trajneri Fatih Tekke nguli për këtë transferim teksa bordi drejtues po vjon me procedurat. Në këtë mënyrë te Trabzonspori besojnë që Muçi do të vijojë të japë më të mirën.
Ernest Muçi do I përkas Trabzonsporit duke filluar nga edicioni I ardhshëm. Haber TS raporton së fundmi se klubi ka vendosur përfundimisht që të blejë kartonin e shqiptarit me tipare sulmuese. Trabzonspori do e paguajë me disa këste deturimin ndaj Beshiktasit, por kësti I parë që do të sjellë edhe zyrtarizimin e lëvizjes do të transferohet para përfundimit të sezonit. Për huazimin e Muçit kujtojmë se u derdhën 1 milion euro në arkën e Beshiktasit. Nga fundi I nëntorit Muçi është kthyer në lojtarin më produktiv për ekipin e Fatih Tekke. Trajneri I Trabzonsporit ishte ai që këmbguli më tepër të drejtuesit për lojtarin e kombëtares shqiptare. Trabzonspori mund të zyrtarizojë blerjen e Muçit së shpejti. Kjo do të ishte dhe lëvizja e parë zyrtare për sezonin 2026-2027. Ernest Muçi është kthyer në idhullin e ri të tifozëve të Trabzonsporit, të cilët kanë parë se si sulmuesi shqiptar në këtë sezon me golat e tij po mban skuadrën në garë për pozitat e kreut në kampionatin turk dhe veprimi I fundit I Muçit I ka gëzuar pa diskutim ata. Në javët e kaluara kishte shumë diskutime se pse Muçi nuk ishte aktiv në rrjetet sociale që nga momenti kur ai kishte mbërritur te Trabzonspori, tifozët e shihnin këtë si një sinjal se ai po mendonte largimin nga klubi gjatë verës për të rikthyer te Beshiktashi, por vetë Muçi duket se I ka qetësuar këto zëra. Futbollisti ka fshirë nga Instagrami pjesën më të madhe të postimeve që kishte në periudhën kur luante te Beshiktashi, ndërsa ka ndryshuar dhe profilin e tij duke vendosur një foto me fanellën e Trabzonsporit. Në një ristrukturim I vogël, por që ka bërë të lumtur tifozët e Trabzonsporit, të cilët tani thjesht shpresojnë që ai të vazhdojë të ruajë formën e shkëlqyer që ka treguar në 2 muajt e fundit. Ernest Muçi mbetet një çështje mjaft e rëndësishme te Trabzonspori. Klubi turk është bindur nga aftësitë e mesfushorit me tipare sulmuese që u huazua për 1 milion euro nga Beshiktashi. Trabzonspori gëzon të drejtën e blerjes, megjithatë drejta I drejtuesit po përpiqen të ulin shumën në fjalë sipas raportimeve në Turqi. Janë plot 8.5 milion euro që duhet të paguhen nga Trabzoni për të zotëruar kartonin e shqiptarit. Te Beshiktashi ndërkohë nuk po e mendojnë as pak që të negociojnë shifrën e shitjes, kjo pasi Muçi po shkëlqen prej 3 muajsh duke qenë lojtari më produktiv. Trajneri Fatih Tekke dhe drejtuesit dukshëm janë bindur nga performancat e Muçit. Te Beshiktashi po ashtu janë të vetëdijshëm që klubet e tjera do të trokasin në derë për të siguruar shërbimet e Muçit. Thuajse e sigurt është që në verë do të ketë një transferim të përhershëm te Trabzonspori ose në një klub tjetër. Kjo pasi kontratat e Beshiktashi përfundon në vitin 2027 dhe turqit nuk do të rrezikonin që t'u largohet pa përfituar. Ernest Muçi nuk u vlerësua asnjëherë sa duhet te Beshiktashi, për këtë dhe u huazua te Trabzonspori ku po shkëlqen. Dje shënoi ndaj Fenerbahçes dhe pavarësisht humbjes së Trabzonit, ishte ndër më të mirët në fushë. Trabzonspori pritet të paguajë 8.5 milion euro në fund të sezonit për të siguruar kartonin e Muçit. Gjatë kësaj kohe nuk ka munguar interesi nga Anglia dhe vendet të tjera në Europë, ndërsa te Beshiktashi kanë filluar të pendohen. Nëse Trabzonspori e merr Ernest Muçin, ata do ta shesin atë për 30 milion euro, ishte deklarata bujshme e Bülent Uslu pas ndeshjes së djeshme. Uslu është një tifoz I Beshiktasit dhe komentator I njohur sportiv në Turqi, jo vetëm kaq, pasi është dhe antar I klubit duke pasur të drejtë vote në asamble dhe angazhohet me çështjet e klubit, edhe pse nuk është pjesë e stafit drejtues apo menaxherial të ekipit. Ernest Muçi shënoi dje ndaj Fenerbahçes dhe për të ishte goli 13 sezonal me Trabzonsporin. Tashmë lojtari kombëtares shqiptare ka barazuar numrin e golave që shënonte në sezonin 2023-2024, ndërsa e niste te Legia Varshavës dhe e mbyllte me Beshiktashin. Goli I tij erdhi që në minutën e 6. Ky ndërkohë është dhe një rekord për këtë sezon te Trabzonspori, pasi rezulton goli më I shpejt. Vetëm 30 minuta në fushë ju dhan Muçit te kombëtarja në vitin 2025. Mbetet për tu parë nëse trajneri Silvinho do të ndryshojë këtë vit.